Kryetare, I dashur Silvio, zoti Demo, I dashur zëvendës ambasador I Gjermanisë dhe të tjerë miq të pranishëm, të dashur miq dhe kolegë të bashkive të Shqipërisë, të mbledhur sot këtu në këtë takim I cili lidhet me një projekt që nuk mishëron thjesht një mbështetje financiare, por përbën një investim strategjik të Bashkimit Evropian për të nxitur rritjen e kapaciteteve të bashkive në horizontin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. E tha ambasadori që ky program është një program I cili lidhet me modernizimin e institucioneve tona vendore dhe me mundësinë që përmes tij institucionet të rrisin kapacitetet e tyre njerëzore që janë edhe problemi ynë më I mprehtë I kësaj kohe dhe I kohëve që vinë në rast se nuk fokusohemi me të gjithë forcën sot tek adresimi I tij. Me këtë duhet të them që Bashkimi Evropian edhe antarësimi në familjen Evropiane janë një bekim për Shqipërinë. Por nga ana tjetër janë dhe një sfidë e madhe posaçërisht në nivelin vendor, pasi konsolidimi I nivelit të qeverisjes vendore është pjesë e pa ndarë dhe patjetërsueshme e mënyrës së funksionimit dhe për mirë funksionimin e marrëdhënieve mes Bashkimit Evropian dhe një vendi antar. Një pjesë e konsiderueshme e mbështetjes evropiane për vendet anëtare lidhet me mbështetjen në nivelin vendor. Dhe një sfidë e konsiderueshme për vendet anëtare është që të kenë aftësinë të thithin mbështetjen e Bashkimit Evropian përmes dijes se si ta bëjnë këtë. Dhe në këtë pikë ky program është kyç. Nuk janë 11 milion eurot e para thjesht si një shumë, por është I gjithë instrumenti dhe mënyra se si është I ndërtuar që duhet t'i bëj të gjitha bashkitë, jo vetëm të interesuara, por edhe plotësisht të angazhuara që të kenë akses në këtë instrument. Unë kam besim që me mbështetjen e aktorëve të përfshirë në këtë dhe posaçërisht me mbështetjen e miqve të Gizit që kanë një kontribut të çmuar në ecurinë e pushtetit vendor në Shqipëri pikërisht sepse përfaqësojnë një burim dije përveç se një mbështetje financiare të shtetit gjerman, por padyshim edhe me angazhimin
në vetë parë të ministrit të pushtetit vendor, I cili vjen nga një eksperiencë shumë e suksesshme si kryetar bashkie, ne do të mund të bëjmë më të mirën dhe të nxjerrim nga ky potencial maksimumin e mundshëm për të gjitha bashkitë tona. Dhe në fund duhet ta mbyll me komponentin I cili është gjithmonë më strategjik në qeverisjet e vendeve dhe që ka një peshë shumë të madhe në qeverisjen qendrore, por që për arsye që për mua janë të kuptueshme ose dhe tjera që mbase unë nuk jam gjendje t'i kuptoj, në nivelin vendor është një komponent shumë I dobët. Dhe ky është digitalizimi. Kemi një diferencë të papranueshme dhe të pajustifikueshme mes peshës që ka digitalizimi në nivelin qendror dhe në shërbimet publike qendrore dhe peshës që ka në nivelin vendor dhe në shërbimet vendore. Arsyet e thash, disa mbase I kuptoj, të tjera mbase nuk I kuptoj, por kemi folur gjëre gjatë me ministrin dhe njëkohësisht do të flasim edhe me përfaqësinë e Bashkimit Evropian, do flasim edhe me partnerët gjermanë edhe me të tjerë, megjithëse sorry to say this, partnerët gjermanë në digitalizim janë brapa nesh, për të akoma punojnë me faks në për ministrinë në Gjermani, e dini apo jo? Fax machine. Dhe do gjejmë për te shakas, që në këtë rast është shumë më shumë se gjysma të vërtetës, do gjejmë mënyrën për të adresuar këtë problem të digitalizimit. Dhe duke ju drejtuar drejt për drejti kryetarët bashkive këtu, unë u them bëni më të mirën që ta përdorni këtë projekt jo si një mundësi financimi, por si një mundësi pikërisht për të krijuar një eksperiencë, për të fuqizuar kapitalin njerëzor, për të përgatitur brenda bashkive akoma më mirë ato bërthamat e vogla që keni filluar të ngrini në funksion të projekteve dhe të financimeve nga Bashkimi Evropian. Në këtë aspekt, ky projekt është I pazëvendësueshëm. Ju falenderoj shumë për ardhjen deri këtu, ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe bashkohem me zotin Demo në falenderimet për të gjithë ata që ai I numëroi me shumë vëmendje, por edhe me shumë mençuri, sepse ata nuk do ja harrojnë gjithë atë listë gjatë falenderimesh, edhe do ta ketë derën hapur për të kërkuar projekte të tjera. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti kryeministër. Faleminderit shumë. Thank you so much.